në parametrat e, në makinën e shtetit është mekanizmi që funksionon ose më ngadalë, ose në mënyrë shumë të ngjashme me vite të shkuara, ose me dembelizm alas islamik, ose me ide për të përfituar për vete. Ka plot. Administrata është në shumë raste, si që keni vënë re, është me mira njerëz, por është në shumë raste, ka atje gjen njerëz harbut, gjen njerëz me vese, atje gjen njerëz që nuk shërbejnë. Korruptuar. Njerëz të korruptuar, patjetër. Dhe ky është problem. Tani, kemi një kryeministër që thotë, po morat, kjo administratë, po çfarë ti bëjmë? Hajde ta rregullojmë, ta thotë hapur, thotë që s'është mirë. Apo një kryeministër që ka një administratë që vret njerëz, por që, po të them dhe që nuk thot asgjë, administrata është shumë e mirë, dhe po të them prapë dhe një gjë tjetër nga se ndoshta na shërben për. Një mikun tim i thanë për këtë do votosh, ai ishte vërtet me grada shkencore, i tha do votoj për kryeministrin, për Edi Ramën. Pse më pyeti, tha, që të duhet? Po, ja, pyeta, tha, se të dy hajdut janë. Në rregull, po të dëgjoj që ti e ditë që janë hajdut të dy, po unë do votoj për hajdutin që nuk vret njerëz. Kështu që kemi një diferencë shumë të madhe, me çfarë kërkojmë të jemi të vërtet, apo kërkojmë të fshehim këta që bëjnë gabim,